Ne u jemi tepër mirënjohës për këtë fotografi. Ashtu? Po kush jeni ju? Unë jam një mik I familjes Kristaf. Qëndroj interesuar për ju. Po. Përveç kësaj ne kemi regjistruar të gjitha bizedat që keni zhvilluar ju për në ndecet. Për punime gjenjere. Shëtitje në rajonin e zonës strategjike. Çdo gjë është regjistruar e marrë film. Mos u largo. Ulo. Çdo gjë ka marrë fund. Ju jeni I detyruar të pranoni kushtet tona. Nëpërmjet jush kemi marrë të dhëna aq të rëndësishme sa po t'ja servirim kundër zbulimit shqiptar. Jo, këtë nuk mund ta bëni kurrë. Këto të dhëna kanë shkuar deri në qendër. Ema, si kështu? Sa për ju, zoti Majevski, nuk do të pretendoni se më njihni mirë. Po sikur unë të mos pranoj në asnjë mënyrë kushtet tuaja. Atëherë unë do përdor mjetet të tjera. Mos lëvizni. Jemi punojësit e sigurimit të shtetit. Na falni që po bëjmë një vizitë në këtë rrethana, por besoj se I kuptoni arsyet që na detyruan tregomi kaq të pasjellshëm. Unë kërkoj të njoftohet me njëherë ambasada ime. S'është nevoja, ne do t'ju lëmë të lirë. Megjithatë unë do t'u këshilloja të mos e ngatrroni ambasadën këtë punë. Shkoni më mirë tek padronët tuaj dhe u tregoni atyre për gjithçka që ndodhi këtu. Nesër duhet largoheni nga vendi ynë si person I padëshiruar. Sa për dijeni, tërë materialet që dispononi janë të servirura nga na jonë. Kurse me ju do flasim me një gjuhë tjetër.